Ndërmjetësuesit nga Shtetet e Bashkuara do të mbajnë sot bisedime të veçanta me ekipet ruse dhe ukrainase në Arabinë Saudite, ndërsa Washingtoni kërkon të ndërmjetësojë një armëpushim të kufizuar pas më shumë se 3 vjet luftimesh. I dërguari i posaçëm i SBA-s për Ukrainën, Keith Kellogg, i përshkroi bisedimet indirekte si diplomaci transportuese me delegacionin amerikan që lëvizte mes dy palëve, ndërkohë takohen në dhoma të ndara. Përpara takimit trepalësh, përfaqësuesit Ukrainës u takuan dje me delegacionin e SBA-s për një raund paraprak bisedimesh në kryeqytetin saudit, Riyadh. Një fokus kryesor i negociatave është sigurimi i ndalimit të goditjeve në objekte energjetike si Rusia dhe Ukraina kanë rënë dakord në parim për këtë armëpushim të pjesshëm, por ai ende nuk është zbatuar. SBA po shtyn gjithashtu të zgjas armëpushimin në rrugët e transportit detar në detin e Zi. Steve Witkoff, i dërguari i posaçëm i SBA-s, i tha dje Fox News se mendoi se do të shihnin në Arabinë Saudite të hënën disa përparime reale, veçanërisht pasi kjo ndikon në një armëpushim. Presidenti i SBA Donald Trump, i cili kohët e fundit foli me presidentin e Ukrainës Vladimir Zelenski dhe presidentin rus Vladimir Putin, vazhdon të shprehë optimizëm për një fund të shpejtë të luftës. Zelenski ka miratuar planin e Trump për një armëpushim gjithëpërfshirës 30 ditor. Megjithatë, Putin ka vendosur disa parakushte, duke përfshirë një kërkesë që perëndimi të ndalojë të gjithë ndihmën ushtarake për Kievin. Delegacioni i Shteteve të Bashkuara në Arabinë Saudite do të përfshijë ekipe të shumta me Kellogg dhe këshilltarin e sigurisë kombëtare të SBA, Mike Waltz, të pranishëm.